Detaje të reja janë zbuluar nga dosja hetimore ndaj oficerit të antiterrorit Igli Haxhiaj, i cili është lënë në arrest me burg nga Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në kuadër të operacionit të përbashkët të SPAK me prokurorinë e Breshjas, ku godit rrjeti i gjerë i trafikut të kokainës dhe heroinës. Igli Haxhiaj dyshohet se ka dhënë informacione në këmbim të parave në drejtim të shtetasve që kanë qenë pjesë të këtij hetimi, që konsiderohej sekret. Sipas bisedave të zbardhura tashmë, Igli Haxhiaj ka pasur komunikim me kokat e grupit në kohën kur ai ka pasur funksionin e oficerit të policisë gjyqësore në forcën e posaçme operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Në këto biseda, Haxhiaj i komunikon njërit prej kokave të grupit informacionin që ai vetë, bashkëshortja e tij, ëma dhe një person i afërt ishin në përgjim. Ai shprehet i gatshëm që të jap informacione të tjera, por vetëm në këmbim të vlerës monetare që shkon në 15.000 euro. Po ashtu në bisedat e tij rezulton se ka komunikuar edhe për tregtimin e lëndëve narkotike.